Nuk kam pa gjak, mirë po si e kam kap në dorë, atëherë kam pa këtë pjesën e kokës veç ju hap. Pikërisht qindemi në vendin ku ka ndodhur fatkeqësisht kjo tragjedi për neve si familjar, por edhe gjithë fshatin. Ka qenë 24 prilli vitit 1999. U doke një ditë pak më e qetë, një ditë pak më e mirë se ditë të tjera, edhe a ditë fëmijët kanë dalë ta shijojnë pak pranverën me një farë fjale, se ishim të ngujuar për një kohë gjatë brenda. Dhe pikërisht me atë ditë, fëmijët kanë dalë rastisht duke i kullot baktin në këtë pjesë, siç po shihni. Edhe rastisht njëri prej tyre ka gjetë një mjet që mjet shpërtys, por nuk e kanë di se çka është. Edhe në atë moment, unë e kam kalu këtu, kam marrë prej asaj pjesit, edhe i kam parë duke lujtur me atë lodër, me atë po ta quaj lodër. Por sa kam dalë të dyert, e kam takuar besnikun, i cili kishte vllaun e tij të vogël në krah, edhe ishte i gjakosur. Njëjtën kohë edhe vajzën time, Lauretën, e cila ishte po ashtu e plagosur, mirë po në atë rast, thanë vërtetën, nuk i kemi kushtu fort rëndësi atyre, se ishin të gjallë, ndërsa do me thonë kemi vrapu drejt të këto tjertë. Këtu pikërisht ka qenë i doni, 3 vjeçar, imagjinone, u doke sikur lëviste, nuk kam pa gjak, mirë po si e kam kap në dorë, atëherë kam pa këtë pjesën e kokës veç ju hap. Edhe veç 2-3 herë syti ka lëviz edhe s'kemi pa çka me ba. Kemi vrapu të tjertë, përveç Osmanit, i cili ka qenë në atë pjesë pak ma larg, ai ende ishte gjallë, ndërsa të tjerët në atë moment nuk kemi qenë gjendje me identifiku. Për arsye se kanë pas dëmtime shumë të mëdha. Osmani ka qenë 13 vjeçar, ndërsa ato tjerët dihet e doni 3 vjeçar, fisniku ka qenë 9 vjeçar, pastaj domethënë Osmani 13, Burimi 14 dhe Valdeti 15 vjeçar. Do të thotë, kjo vërtet ishte një tragjedi e madhe, që ne si nuk kishmi përjetuar një gjë të tillë, mirë po ishte luftë dhe çdo gjë ishte e mundur. Ky rast tronditi jo vetëm familjen, por gjithë fshatin, të cilët në një kohë të shkurtë u gjetën afër vendit. Me njerë pasi që ndodhi rasti, do të thotë disa prej fëmijëve tjerë që ishin këtu, kanë shkuar dhe i kanë lajmëruar familjet, se ishin pak ma larg prej këtu, edhe në një kohë shumë të shkurtë gjithë kanë ardhur. Mirë po, në atë rast, ne e kemi morë Osmanin edhe kemi vendosur në oborr, për arsye se ende kishte shenja jete, jemi mundu me atë tonën, mirë po nuk patëm sukses. Dhe pastaj, thash, i kemi marrë gjithë ato kufoma, i kemi dërgu në kodën e Isakut, që fatkeqësisht edhe ai e ka humbur një djalë. Dhe pastaj, në një kohë shumë të shkurtë, jemi detyru edhe ta bëjmë varrimin në të njëjtën ditë. Për arsye se në atë kohë, për shembull, ka raste që Serb i kanë marrë edhe kufomat, për arsye ndryshme. Kështu që varrimi është bërë në një kohë shumë të shpejtë, në një kohë rekorde. Ja, nuk ka pas shans me ardhur dikush, përveç kuptohet forcat policore serbe kanë ardhur dhe janë interesuar se si ka ndodhur kjo kishe.
Edhe për arsye se në atë kohë, jo në atë kohë, po njëri prej fëmijëve ishte shumë i plagosur, Ardiani, dhe e diskutojshmi si ta transportojmë deri në Prishtinë, kur dihej gjendja, mirë po, ja kanë arrit qëllimin dhe kanë dërguar në spital. Kush e ka dërguar? Baba i tij besoj, edhe sot ai është